të plotë të Parlamentit Evropian, mbrëm ishte diskutimi edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, ndërsa sot ishte votimi dhe pa problem fitoi shumicën e madhe të votave ky raport për Kosovën. Raportet e tilla bëhen një herë në vit dhe pas miratimit në seancë plenare shndrohen në rezoluta të Parlamentit Evropian. Po, dhe çka thot raporti për Kosovën, i raportuesit për Kosovën Rio Teras? Augustin, nëse mund të na i dash disa prej detajeve. Ajo që referenci janë porositë kryesore politike. Porosia e parë është që mbështetet fuqishëm aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian dhe Parlamenti Evropian kërkon nga vendet anëtare, pra nga Këshilli, që të mandatoj Komisionin Evropian për të nisur punën për dërgimin e pyetësorit dhe për përpilimin e përgjigjes rreth dhënies së statusit të kandidatit të Kosovës. Duhet këtu të tërheq vërejtjen që të mos ketë në Kosovë pritje të mëdha, se Parlamenti Evropian vendohet në shumicë, ekziston shumica në mbështetje të Kosovës. Mirë po, Këshilli mandatin e jep vetëm një zëshëm, pra duhet të pajtohen të gjitha vendet anëtare, prandaj edhe aplikimi i Kosovës ka ngecur për më shumë se 2 vite. Në anën tjetër, Parlamenti Evropian ka përsëritur edhe thirrjet për 5 vendet anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë sa më parë një gjë të tillë, në mënyrë që edhe Kosova të ketë mundësi të barabartë me vendet tjera kandidate në procesin e integrimeve evropiane. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, porosia e Parlamentit edhe kësaj radhe ka qenë që të dyja vendet duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të sinqertë për të normalizuar raportet përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese, por të bazuar në njohje të ndërsjelltë. Dhe këtu Parlamenti ka një qëndrim të avancuar sa pjesa tjetër e Bashkimit Evropian. Ka edhe porosi tjera që kanë të bëjnë me situatën në Kosovë, pra shprehet keqardhje për keqësimin e gjendjes së mediave në Kosovë sipas raporteve ndërkombëtare, po ashtu edhe për ndikime politike dhe mos funksionim në disa raste të proceseve gjyqësore dhe të sistemit të drejtësisë. Kërkohet vazhdim i reformave, por edhe në anën tjetër shprehet keqardhje pse nuk ka pasur avancim nga ana e Serbisë në këtë rast, sidomos për ndjekjen e atyre që janë përgjegjës për sulmet në Banjsk. Edhe këtu, edhe në raportin për Kosovën, edhe në raportin për Serbinë, është përmendur kjo përgjegjësi. Këto pak a shumë do të ishin ato pikat kryesore të këtij raporti, pra të kësaj rezolute që është miratuar sot në Parlamentin Evropian. Lut Augustina, përmendën masat ndaj Kosovës ose cilat janë gjasat, a është përmendur këto ditë kjo çështje që mund të hiqen Kosovës apo ende kanë mbetur aty ku kemi folur herën e fundit? Po Parlamenti Evropian shumë qartë dhe mjaft ashpër ka kërkuar që masat të hiqen menjëherë, sepse thuhet edhe në këtë rezolut, ato nuk mund të justifikohen pasi që Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për heqjen e tyre. Të rikujtojmë se edhe ish përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Borrell, kishte raportuar se Kosova i ka përmbushur kushtet dhe kishte rekomanduar heqjen e masave. Por Komisioni Evropian po e mban masat dhe në një mënyrë ka ndoshta mbështetje nga shumë pak vende anëtare, por ato vende anëtare kanë shumë ndikim, prandaj edhe po përdorin paqartësitë që ekzistojnë në aspektin ligjor rreth këtyre masave për të mos i hequr ato, duke i krahasuar apo duke i arsyetuar në mënyrë jo zyrtare me veprimet që po vazhdojnë autoritetet e Kosovës në veri të Kosovës. Pra, ekziston shumica e madhe në BE për heqjen e masave, por ato nuk po hiqen pasi që akoma ka kundërshtime nga disa vende anëtare dhe derisa të mos formohen institucionet e reja të Kosovës, ndoshta është vështirë të pritet se ato mund të hiqen. Po, dhe në anën tjetër, Augustin, çka thot raporti i Serbisë, duke që është më kritik dhe më jashpër, apo jo? Po, raporti i Serbisë është shumë më jashpër se sa i Kosovës, për arsye të qarta. Kosova, pa marrë parasysh çfarë probleme ka, nuk ka dilema rreth orientimit të saj, është e orientuar ka qëllimi i integrimit euroatlantik, mbështet fuqishëm dhe atë në mënyrë unilaterale, pasi që Kosova nuk ka oblikim, të gjitha pozitat e Bashkimit Evropian sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë dhe Bielorusisë,
dhe po ashtu Kosova ka një popullat dhe një strukturë politike shumë të qartë në favor të integrimeve evropiane. Përderisa në Serbi ka fjalor kundër Bashkimit Evropian, ka mbështetje të madhe për Rusinë, Serbia refuzon të mbështes sanksionet ndaj Rusisë, u ka dhënë hapësirë mediave propaganduese ruse si Russia Today dhe Sputnik që ta shfrytëzojnë territorin e Serbisë për hapjen e propagandës në të rajonin, kështu që kritikohet Serbia ashpër. Mbadje në këtë rezolutë të Parlamentit Evropian për Serbinë kërkohet nga Komisioni Evropian që të mos vazhdojë me politikën përkthjelese ndaj Serbisë dhe për më tepër të lidh asistencën financiare ndaj Serbisë me sjelljen e Serbisë sa i përket të raporteve me Rusinë. Por po e shohim se Serbia injoron të gjitha këto, pasi që presidenti rus përkundër vrejtjeve që i ka dhënë Parlamenti Evropian dhe edhe zyrtarë tjerë të BE-s do të pres presidentin e Serbisë Vučić në Moskë dhe Vučić ka injoruar thirrjet e BE-s dhe ka vendosur që të shkojnë. Po, dhe Augustin, a është përmendur dje ose sot në këto diskutime kjo vizita e Vučićit dhe a mund të ketë pasoja me integrime evropiane kjo vizita një më jo? Po ajo do të ketë pasoja, sepse ashtu e kështu, sjellja e Serbisë ka pasoja. Prej që ka filluar lufta në Ukrainë, Serbia nuk ka hapur asnjë kapitull në procesin negociator dhe shumë shpejt, brenda disa javësh apo muajsh, Shqipëria, e cila ka nisur vetëm para 6 muajsh, do ta tejkalon Serbinë me numrin e kapitullve të hapur, pra pasojat për Serbinë tashmë ekzistojnë, pa marrë parasysh a do të shkonte ai apo jo në mos, sepse përkundër faktit që disa shtete po pengojnë Serbinë për shkak të raporteve të saj me Rusinë, Serbia nuk po i përmbush as disa kritere tjera, siç janë liria e mediave, emërimi i zyrtarëve në atë ekipin për media elektronike, por edhe raportet me Kosovën, sidomos hezitimi i Serbisë për të nxjerrur para drejtësisë Radojčićin dhe zyrtarët e tjerë. Po ashtu është thënë pra që është për Serbinë një mesazh i qartë se raportet me Kosovën duhet të normalizohen përmes njohjes së ndërsjellët. Kjo është në përputhje edhe me qëndrimin e qartë të Bashkimit Evropian se edhe Kosova duhet të trajtohet si shtet në mënyrë të barabartë me Serbinë dhe me të gjitha vendet tjera të rajonit, diçka që Serbia nuk e pëlqen. Po, dhe duke e parë këtë rëndësinë që i kanë dhënë dialogu, duket që Augustin në vazhdimsi dialogu do të jetë kryesorja sa i përket adresimit të BE-s për të dyja shtetet, edhe për Kosovën edhe për Serbinë. Çka mund të pritet tani nga ky proces edhe ky vazhdim i dialogut në këtë situatë që gjenden të dyja shtetet, edhe këto zhvillimet politike që ndodhen? Nuk mund të pritet shumë përderisa të mos sqarohet situata tash në Kosovë, e mund të ketë komplikime edhe në Serbi, sepse palët nuk do të bëjnë kompromise apo nuk do të zbatojnë obligimet e tyre nëse nuk kanë qeveri stabile. E gjasa që në Kosovë të ketë një qeveri stabile nuk shihen në horizont, ndërkohë që qeveria e Vučićit në Serbi po sfidohet me protesta. Pra në këtë situatë nuk është reale të pritet ndonjë angazhim i menjëhershëm në procesin e dialogut, por kurdo që të vazhdojë dialogu, pa marrë parasysh në cilin nivel do të jetë, Bashkimi Evropian nuk do të heqë dorë nga kërkesat